Përshëndetje miq të dashur. Të ndëgjojmë Mjeta Statovcin në kanalin 10 Politiko me Kushtim Sadikun se çfarë thot për dëgjojmë. Të shitura kanë grumbulluar vetëm 600 milion euro. Kanë lënë një shoqëni me një pagë minimale 130 euro dhe 150 euro. Kosova në procesin e privatizimit të saj, e cila është një politikë e gjatë, ka pasur një prej privatizimeve ose proceseve më të egra që kanë ndodhur. Pra nëse sheh potencialin e saj ekonomik, dikon rreth 500 ndërmarrje të shitura kanë grumbulluar vetëm 600 milion euro. Nëse krahason vetëm një ndërmarrje shitur ka pasur vlerë 600 milion euro. Kjo, përveç potencialit ekonomik të më tutjeshëm të zhvillimit, ka nënkuptuar edhe shumë vende të humbura të punës, edhe aspektin e fuqisë industriale të Kosovës. E gjithë kjo e ka kriju një disbalans në shoqërinë tonë. Ka kriju grupe shumë të fuqishme, të cilët kanë përfituar nga këto asete. Raportet e shumta të ndërkombëtarëve tregojnë që nga vlerësimi fillestar, shumë nga këto asete janë shitur ndoshta me çmim 60% më të ulët se sa vlerësimi fillestar. Pra kanë marrë asete të fuqishme me çmim shumë të ulët, e në anën tjetër kanë lënë një shoqëni me një pagë minimale 130 euro dhe 150 euro. Kjo ka kriju një disbalans edhe në ekonomi, që ka pas nevojë që t'jepet një infuzion edhe nga instancat shtetërore, që të ketë mundësi më të barabarta karshi ekonomisë, edhe trajtim më dinjitoz karshi potencialit të punëtorit dhe dinjitetit të punëtorit. Rreth 500 Miq të dashur, kjo është Mjeta Statovci e Lisës Guzo. Edhe domethënë kjo fol me fakte. E këto fakte mundem me gjetë secili nëpër arkivat e vetëvendosit apo Lisës Guzo. Kështu që ne nuk mundem me thonë që Albin Kurti s'ka bërë kur gjë. Ne po i ndëgjojmë, po i shohim, po lexojmë, po i kthejmë arkivat, të në dokumente. Edhe që po e mërmenja veç. A ka me drejt kjo ajo? Apo veç ja ka fuq qashtu kot? Po se besoj se këto e të vërteta. Se ta në dim që i kanë shqit krejt. Krejt i kanë shqit. Edhe masinat mrenë në fabrikë që e në konë mas pari kanë shqit ato tani. Fabrikën e tokën e krejt që ka pas. Kjo është për juve opozitë që nuk e këni kuptu hala. Se ju nuk e kuptoni hala, ju hala për kujtoni që ata kanë punu mirë, po së është të vërtet. Disha kanë bo ata, po sa kanë mujtë me bo ata, s'kanë bo sen. A për vete kanë bo shumë. Për vete se cilë për ty ne ka bo miliona. Pra, popullimi dashur, që ne ku bjavni votën, e votoni për fëmijët e juaj. Respekt.